shkurtë e gashin e pikëllim të thellë pas humbjes së hallës së saj. Sot është një ditë e kopshme për familjen e këngëtares Shkurtë Gashi. Nga jeta është ndarë halla e saj, një humbje e pamatshme për të dhe për të gjithë ata që e njohën. Një moment i dhimbshëm në të cilën dashuria dhe kujdesi familjar përsëri bëhen evidente. Shkurta ndau lajmin e dhimbësur përmes një postimi në Instagram. Një hap që tregon sa e lidhur është ajo me familjen e saj. Këngëtarja ndau fjalët lamtumirëse për hallën e saj, duke shprehur ndjenjat e saj të thella në lidhje me këtë humbje. Qofsh banuar e xhenetit hall, u prefsh në paqe. Do na mungosh pafund, por lutjet tona do të jenë gjithmonë me ty, shkroi Shkurta në postimin e saj, duke i dhënë një dimension akoma më të thellë kësaj ndarje nga jeta. Kjo humbje e madhe vjen në një kohë sfiduese për shumicën dhe ndon se njohim rëndësinë e jetës, humbjet e tilla ende lënë një boshllëk të thellë. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.